Pas një fitore historike të kombëtares së Shqipërisë ndaj Serbisë në Leskovac, emocionet është shpërthyer në çdo cep të Shqipërisë dhe Kosovës. Por dy qytete, Kuksi dhe Prizreni, u bashkuan sikur më parë për të festuar triumfin e kuqezive në një natë që do të mbetet gjatë në kujtesë. Në Kukës, menjëherë pas përfundimit të ndeshjes, qindra tifozë e qytetarë dolën në rrugët kryesore. Makinat u mbushën me flamuj kuqezi, borërit nuk pushuan për orë të tëra, ndërsa afishë zjarrte ndriçonin qiellin e natës. Njerëz të gjitha moshave me këngë patriotike përjetuan një ndjenjë krenarie kolektive që tejkalonte sportin. E ndërsa Kuksi gëzonte në Prizren, festa mori një tjetër dimension simbolik. Në mesin e tifozëve ndolli Ballist Morina, figura që në 14 tetor 2014 hyri në histori pasi lëshoi dronin me mbishkrimin autokton në stadiumin e Beogradit. Këtë herë në Prizren, Ballisti ndoqi ndeshjen bashkë me 10 tifozë kuksian që kishin kaluar kufirin për të festuar krah për krah me qytetarët e Prizrenit. Me kapelen e UÇK-s dhe bluzën e vjetër me të njëjtën mbishkrim që u bë simbol i një brezi, Morina festoi fitoren duke përqafuar tifozët dhe duke u përkulur përpara flamurit kombëtar në sheshin e Prizrenit. Prizreni është dhe ka për qenë kryetiteti i shqiptarisë. Shqiptarët janë musliman, shqiptarët janë krishterë katolik, shqiptarët janë krishterë ortodoks, shqiptarët janë shqiptarë. Edhe Shqipnia ka për të jetu, e ka për të qenë e lavdishme ndër shekuj, pavarësisht sfidave që na imponojnë qitë huja, por edhe fësinjt rreth rrotull. Rrof Shqipnia, rrof Shqiptaria, rrof shpirti shqiptarit. Festimet të zgjatën deri pas mesnate në një urë simbolike që bashkoi dy qytete, dy anë të kufirit në një ndjenjë të vetme krenarie kombëtare.